Një polici i ri i patrullës ndaloi një makinë funerali gjatë një kontrolli rutinë dhe kërkoi nga shoferi të hapte arkivolin. Ajo që ndodhi më pas do t'ju të meronte. Atë mbrëmje, ndërsa Daniel qëndronte në anë të rrugës, një makinë funerali papritur shfaqet në vijën e tij të shikimit. Kjo ishte e pazakontë dhe diçka i ndezi një shkëndijë në mendje. Ai kishte parë së fundmi një film ku kriminalët përdornin makinën funerale për të transportuar drogë në vend të një të vdekuri. A mund të ishte ky momenti që ai kishte pritur? Një mundësi për të dëshmuar veten dhe për të zbuluar një krim të vërtetë. Danieli ishte një polic i ri dhe nuk kishte zgjidhur asnjë krim të madh në 10 muajt e tij patrullimi në autostradë, kështu që kolegët e tij shpesh e tallnin. I dëshpëruar për të fituar respektin e tyre, ai përpiqej të zhvillonte instiktet e tij profesionale duke parë filma, duke shpresuar të mësonte nga detektivët profesional. Ndoshta kjo do të paguheshte më në fund. Me eksitim, Danieli valviti dorën për të ndaluar makinën funerale, duke i sinjalizuar shoferit të ndalonte. Polici i ri u prezantua dhe pyeti shoferin për përmbajtjen e arkivolit. Shoferi i u përgjigj në mënyrë arrogante se ishte një arkivol me një trup të vdekur. Daniel nuk ishte i kënaqur me përgjigjen arrogante të shoferit, kështu që ai kërkoi nga shoferi të hapte arkivolin. Shoferi hezitoi, gjë që vetëm e bëri policin më të dyshimt. Në përpjekje për të futur frikë tek shoferi dhe për të parë reagimin e tij, Daniel pretendoi se policia kishte marrë një informacion për makinat funerale që transportonin mallra të paligjshme, kështu që të gjitha makinat funerale po kontrolloheshin atë ditë. Ndërsa shoferi u bë më i shqetësuar, besimi i Danielit u rit. Ai imagjinonte makinën funerale të mbushur me kontraband ose mallra të paligjshme. I lodhur nga hezitimi i shoferit për të bashkëpunuar, polici nxori armën e tij të shërbimit dhe drejtoi drejt shoferit, duke i urdhëruar të hapte arkivolin. Ai kishte parë mjaft filma aksion për të ditur se pak intimidim mund të bënte një rrugë të gjatë në zgjidhjen e një rasti dhe i shpresonte se kjo nuk do të ishte ndryshe. Me tytën e armës drejtuar në fytyrën e tij, shoferi me përtesë hapi arkivolin, duke zbuluar përmbajtjen e tij. Duke parë brenda, ndërsa mbante një sy mbi shoferin, eksitimi i Danielit u kthye në zhgënjim. Nuk kishte asnjë qese me narkotik, as armë, madje as para, vetëm një grua e re bjonde që shtrihej qetësisht në arkivol. Danieli futi armën e tij, duke ndjerë një përzierje pendese dhe frustrimi. Njeriu që dukej se mishërimi i përsosur i një skeneri kriminal tani dukej i pafajshëm. Shoferi i lehtësuar që tortura kishte mbaruar, dukej se kishte një nxitim për t'u kthyer në vendin e drejtuesit. Durimi i tij në kulm ngjalli kuriozitetin e Danielit. Pavarësisht skenës së padëmshme që sapo kishte parë, sjellja e shoferit dukej ende e çuditshme për Danielin. Instiktet e tij i tregonin se diçka nuk ishte në rregull dhe ai filloi të pyeste se ku po shkonte makina funerale. I irrituar, shoferi u përgjigj se po shkonte në një varres. Danieli nuk u mashtrua nga përgjigjja. Ai bëri pyetje më të detajuara. Cilën varres dhe cili ishte shkaku i vdekjes së gruas së re? Shoferi pretendoi se gruaja e re ishte një alkooliste e vetmuar që kishte vdekur nga një atak në zemër. Instiktet e mprejta të Danielit zbuluan menjëherë mos përputhjen. Gruaja e re nuk dukej si një pianece e rëndë dhe diçka për vdekjen e saj nuk kishte kuptim. Ajo ishte e veshur me pixhamë, sikur vdekja e saj kishte qenë e papritur. Dukej sikur ajo ishte vendosur në arkivol pa ndonjë përgatitje të veçantë ose kujdes. Danieli dyshonte se gruaja e re ishte viktimë e një loje të mundshme të errët. Sa më shumë që mendonte për të, aq më shumë ishte i vendosur për të zbuluar të vërtetën. Ai pyeti nëse gruaja kishte ndonjë të afërm dhe njeriu i përgjigj me nxitim se po. Ndërsa Danieli po pyeste se pse gruaja ishte e veshur me pixhamë, ai u kap në befasi ku shoferi i dha një goditje të fuqishme në kokë, duke e bërë atë të pavetëdijshëm menjëherë. Disa minuta më vonë, Daniel u zgjua brenda arkivolit i tmerruar ndërsa kuptoi se ishte duke qëndruar pranë gruas së vdekur.
Frika e kapi ndërsa nuk mund të vendoste se çfarë ishte më keq. Të ishte afër me një trup të vdekur apo të ishte i mbyllur në një arkivol të mbyllur. Ndërsa makina funerale tundej përgjatë rrugës së vështirë, situata u bë gjithnjë më e rëndë. Daniel u gjeti bllokuar pas një mënyrë për të kthyer dhe frymëmarrja e tij u bë gjithnjë më e vështirë ndërsa luftonte për ajër. Duke u përpjekur me dëshpërim për të gjetur një mënyrë për të dalë, Daniel kërkoi në xhepat e tij dhe gjeti telefonin e tij. Ai u përpoq të bënte një telefonat, por fatkeqësisht fati nuk ishte në anën e tij atë ditë. Nuk kishte sinjal. Kur Danieli mendoi se më e keqja kishte ndodhur, ai ndëgjoi një rënkim. Në fillim ai mendoi se mendja e tij po e mashtronte, por pastaj tingulli erdhi përsëri. Në atë moment u bë qartë se gruaja e vdekur ishte ajo që po rënkonte. Danieli u tmerrua, ju desh shumë kuraje për të mos përtitur. Pasi kaloi shoku, Danieli dyshoi se gruaja mund të ishte ende gjallë. Ngadalë, ai arriti të kapë dorën e saj dhe mori pulsin e saj. Dhe ashtu siç kishte pritur, ai gjeti atë që mendonte. Gruaja megjithse e pavëtetishme ishte gjallë. Danieli e dinte se duhej të vepronte shpejt. Jeta e tij dhe e gruas së re ishin në rrezik. Me shpresë të re, Danieli trokiti në kapakun e arkivolit, duke shpresuar dëshpërimisht që dikush ta ndëgjonte atë, por shanset e tija ishin të vogla në autostradë në rënjen e natës. Më në fund, pas asaj që u ndjesi një përjetësi, automjeti ndaloi. Danieli menjëherë filloi të planifikonte lëvizjen e tij të ardhshme. Ai priste që shoferi të hapte arkivolin, kështu që ai përgatitej të sulmonte atë. Sidoqoftë, shpresa e tij u shkatrua kur ndëgjoi zërat e dy personave të tjerë. Fatkeqësisht, shoferi nuk ishte vetëm. Shoferi dhe bashkëpunëtorët e tij e nxorën arkivolin nga makina me kujdes dhe e quan drejt varrezës, duke e vendosur në një grop të sapo gërmuar. Të mbushur me zemërim, Danieli i bërtiti me zemrim, duke kërkuar nga kriminalet të hapin arkivolin. Ai kërcnoi t'i bënte ata të paguanin për veprimet e tyre, por fjalët e tij ranë në vesh të shurdhër. Brenda disa minutave, burrat filluan të hidhnin dhe mbi arkivol, duke e varrosur Danielin dhe gruan e pavetëdijshme gjallë. I pafuqishëm, ai vazhdoi të bërtiste dhe e godiste arkivolin, por kriminalët nuk treguan asnjë mëshirë. Kur çdo shpresë dukej se ishte zhdukur, hedhje dhe u të ndaloi, dhe Danieli nuk ndëgjoi më zërat e burrave. Rreth 10 minuta më vonë, Danieli papritmas ndëgjoi një zë tjetër, një që ai ishte i sigurt se nuk e kishte ndëgjuar më parë. Pas kësaj dikush filloi të përpiqej të hapte arkivolin. Shpejt, Danieli ndezi dritën e telefonit të tij dhe drejtoi atë te gruaja e re që shtrihej pranë tij. Për habin e tij, ajo hapi syt. Ai shpejt i kërkoi asaj të qëndrojë e qetë dhe e heshtur, dhe ajo u bind. Personi që përpiqej të hapte arkivolin ishte Simeoni, roja e varrezës. Ai kishte vënë re makinën funerale që ndalonte pranë një varri të sapo gërmuar. Ai kishte parë shoferin dhe bashkëpunëtorët e tij duke hedhur shikime rreth e rrotull me dyshim dhe menjëherë e dinte se diçka ishte e çuditshme. Nga vendi i tij i fshehur, ai pa ata që hedhnin arkivolin në varrin e sapo gërmuar dhe filluan të mbulonin atë. Varri i gërmuar keq ngjalli edhe më shumë dyshim në mendjen e Simeonit. I vendosur për të zbuluar se çfarë po ndodhte, Simeoni vendosi të verifikonte se kush po varrosej. Ai u afrua fshehurazi makinës funerale dhe hodhi një sy brenda, duke shpresuar të gjente disa prova. Për habin e tij, ai pa armën në dyshemen afër vendit të drejtuesit. Kjo do të thoshte që kriminalet ishin të armatosur dhe të rrezikshëm, kështu që Simeoni e dinte se duhej të ishte i kujdesshëm. Kur kriminalet u larguan për një kohë të shkurtër nga varri për të marrë alkool dhe për të diskutuar planet e tyre, Simeoni e dinte se ishte shansi i tij për të ndihmuar këdo që ishte në arkivol. Ai u afrua fshehurazi në varrin e cekët dhe hapi arkivolin duke liruar Danielin dhe gruan bjonde brenda. Danieli doli shpejt, kapi lopatat dhe nxitoi drejt kriminalëve të shpërqendruar. Ai goditi kokën e shoferit me lopatë, duke e bërë atë të rrëzojë dhe të binte,
Polici dhe roja më pas I mundën me sukses 2 kriminalet e tjerë para se të merrnin kontrollin. Për fat, Danieli tani kishte sinjal në telefonin e tij. Ai thiri shpejt për ndihmë dhe një ambulancë duke siguruar që kriminalet të arrestoheshin. Hetimi I policisë zbuloi se gruaja bjonde që kriminalet kishin tentuar ta varrosin të gjallë ishte një grua e re e pasur me emrin Magda. Ajo ishte shënjestra nga burri I saj, I cili kishte punësuar burrat për të vrarë atë në mënyrë që ai të trashëgonte pasurinë e saj. Kriminalet pranuan për fshirjen e tyre në krim dhe burja u arrestua. Me zgjidhjen e çështjes, Magda ishte tani e sigurt dhe mirënjohëse për shpëtimin e saj. Një lidhje e thellë u zhvillua mes saj dhe policit të guximshëm, Daniel. Përvojë e përbashkët I afroi më shumë, duke çuar eventualisht në një marrëdhënie romantike. Ky incident I jashtëzakonshëm I dha Danielit respektin dhe admirimin e kolegëve të tij, duke çuar në një promovim të merituar për trimërinë dhe vëzhgimin e tij të prejtë. Danieli dhe Magda përballuan një të ardhme të mrekullueshme së bashku, të bashkuar në vendosshmëritë e tyre për të kapërcyer cilindo sfidë që mund të vinte.